Hapja e kutive të qarkut Dibër nuk solli ndryshime në renditjen e kandidatëve të Partisë Demokratike më 11 maj. Me vendim të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve, KQZ-ri numëroi votat e kandidatëve në të 42 kutit, pasi kandidati demokrat Xhemal Gjungshi pretendonte se kishte marrë më shumë nga çfarë rezultoi nga numërimi në komisione. Diferenca nuk ishte aq e lartë sa pretendimi i tij. Nga rivlerësimi i 41 kutive, rezultoi se Gjungshi kishte vetëm 17 vota mangët, ndërsa një kuti u numërua më vonë. As ajo nuk solli ndryshim të mjaftueshëm për t'i dhënë mandatin ngaruesit opozitar, apo edhe për rinumërimin e të gjitha kutive në qarkun Dibër, pasi përparim Spahiu qëndronte sërish para. Renditja e listës së hapur në Dibër për Partinë Demokratike nuk prodhon mandat, pasi janë vetëm 2 fitues nga zgjedhjet e 11 majit, por nëse një dorëhiqet, atëherë në seancë shkon ai që ka më shumë vota. Ndërkohë nga e hëna e ardhshme pritet të njësë rinumërimi i votave për subjektet dhe kandidatët për qarkun Tiranë, më pas përfshirjen e NVI me Durrësin, vendim që u mor gjithashtu nga 2 anëtarët e Partisë Demokratike në kas. Kryekomisioneri Lirian Celibashi sqaroi se procesi pritet të zgjasë deri në 20 ditë, ndërkohë që rezultati në të gjithë Shqipërinë pritet të certifikohet në mes të gushtit, pas përfundimit të ankimimeve të bëra nga opozita.